Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Edhe përkundër faktit se Zoti i Madhërisëm në vazhdimsi e porosit njeriun që ti përmbahet rrugës së drejtë dhe të mos e devijon, megjithatë ka njerëz, shoqëri të cilët gjatë gjithë kohës e devijojnë të vërtetën dhe ballafaqohen edhe me të keqen. Besimtari i mirë, njeriu i mirë, i vetëdijshëm dhe i sinqert në Zotin e Madhërisëm, kudo dhe në çfarëdo kohë që jeton, dhe në çfarëdo rrethana kohore që jeton, ai reflekton pozitivitet, e përkrah të mirën dhe e kundërshton të keqen. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës që kemi thënë në formë të shqetësimit dhe të apelit se e keqja duhet ndaluar, me lejen e Zotit të Madhërisëm provojmë të përcjell një 2-3 mesazhe nga libri i Allahut Azza wa Jall dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër besimtar, guximi, vullneti, dëshira e mirë për ta ndaluar të keqen buron nga imani, nga besimi. Sa më i fortë të jetë imani dhe sa më i vetëdijshëm të jetë besimtari, ai është më i guximshëm për ta kundërshtuar të keqen dhe për ta parandaluar të keqen. Kemi thënë se në jetën e kësaj bote edhe keqja dhe mira zhvillohen paralel. Dhe fatkeqësisht të dyat i kanë aleat. E mira i ka aleat e vet, por edhe keqja padyshim se i ka aleat të cilët e ushqejnë, e rrisin edhe me një farë forme e bëjnë që ta dominon të vërtetën. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se një prej treguesve më të drejtë që tregon se besimtari me një farë forme s'është i vetëdijshëm, nuk është në nivel detyre, është heshtja përballë të keqes. Kur ta shihni një njeri, një besimtar i cili ka pajtu me të keqen, hesht përballë të keqes, kjo është dëshmi se ai nuk është në frekuenca të njëjta me atë çfarë porosit Kurani dhe me çfarë porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E keqja nuk është e fortë, por ajo është bërë e fortë për shkak se njeriu ka hesht përballë saj dhe pastaj dikush e ka ushqy dhe ka bërë të duket sikur se është lider e jetës në jetën e botës. Në realitet ajo është e keqja e cila shumë shpejt mund të shuhet nëse ne kemi vullnet dhe nëse ne kemi dëshirë. Të ndershëm vëllezër, nëse mundna me thonë prej politikave të Kuranit, ose nëse mundna me thonë prej filozofisë së Islamit, është më mirë është me mbyll një derë të sherrit sesa me hap një derë të hajrit. Po e thjeshtoj si të nocionet thella që të kuptohemi ku po du me dalë. Në Islam vëllezër, më shpesh rekomandohet që njeriu me mbyll një derë të sherrit sesa me qel një derë të hajrit. Pse kështu? Që është një çam më shumë thjesht për me e kuptu. Nëse do me ndërtu diçka, çka ban ti fillimisht? Ti e hek të keqen, e rrethon aborin, edhe bollakia duhet me hek dhej, duhet me hek ato farë, ku i di çka, sepse i të përgatit për një të mirë. Pra në Islam, për me arrit sukses në gjanat mëdhaja, prej politikave pritare të shariatit është me fillu me ndalu të keqen. Për shembull vëllezër, nëse ai na me një dhomë të fjetjes, edhe është vjetru për shembull tepi, janë është prish ndriçimi. Çka bëjmë ne? A e bim tepin e ri apo e heqim njëherë të keqen për aty? Në njëre pastrojmë terrenin. Pastaj ja mundsojnë atë mirës me arë në vendin e duhur. Pra në jetën e kësaj bote, për me qenë një shoqëri ideale, ne duhet fillimisht t'i parandalojmë të këqijat. E pastaj të provojmë me qenë një derë të hajrit.
12 vite në Mekë vëllezër, sa ka zbrit Kurani, 12 vite Kurani ka luftu të keqen. Pastaj ka ardhur në Medinë 11 vjet dhe ka shpjeguar se është e mira. Ju ka dash 12 vjet betej pejgamberit me ligje, me nene, me kujdiçka, por me bin një shoqëri se do të me dorë për të keqës. E pastaj kur ata hetën dorë për të keqës, e pranuan të mirën shumë lehtë. Dhe pastaj e mira e mur primatin dhe ja sot jemi dëshmitar se e mira ka mri edhe të na. Të ndershëm vëllezër, ne duhet me ndalu të keqen. Sepse ndalimi të keqes lidhet me imanin e njerit. Nëse vreni, nëse gjeni shoqëri islame që janë imun ndaj të keqes, ta dini se aty ka vdek besimin e Zotit. Prandaj dhe kanë hesh për balë të keqes. Dhe kur shohim një shoqëri progresive, intelektuale, të vetëdijshme, që lufton të keqen për të mirën e përgjithshme, aty ka besim, aty ka iman dhe nisën gjërat përmes dritës së imanit. Dhe këtu e kam fjalën me përcjell një ajet, një këshill prej këshillave që ka ardhur në Kur'an të ndershëm vëllezër. Është transmetuar se njëri prej profetëve ka qenë njëri i meqëm. Edhe Zoti i Madhërisht e ka përmend në Kur'an. Dhe një prej fjalëve, prej porosive tina, Zoti i Madhërisht thot, ai tha, po fol për Lukmanin, ja bunej, o birjen, ja jep një 4 këshilla shumë interesante. E para thot, eqimis salat, falë namazin. Pse falë namazin? Sepse ti dush me pas një burim ku mbështetesh dhe ku e ngrit dozën e reagimit. Ti duhet me pas një motiv që të flet për mbrana. Mbas pari ta pastron ndërgjegjen, pastaj të furnizon dhe të forcon mu përballë me të keqen. Dhe thot eqimis salat, falë namazin, sepse namazin ndal për të keqës dhe ta mundson me qenë i guxim shumë përballë të keqës. E para, eqimis salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Shkalla dytë. Pastaj thot, përhape të mirën, bën thirrën të mirën, wanha 'anil munkar, dhe shpalli luftë të keqës. Kur mos pajto me të keqën. Kur mos pajto me të keqën. Dhe shkajtë tjetër, thot wasbir ala ma sabek. Edhe bën durim në proceset tjetër, sepse nëse ke marrë përsipër me kundërshu të keqën, ka mu të dash durimi. Pse durimi? Sepse kemu ballavaçu me një botë që s'njeh kufi. Kemu ballavaçu me një mentalitet të njerëzve që s'di me bë dallim mes bardhë dhe zezës. E ti dush me pas durim, të me pas qëndrueshmëri. Dhe në fund thot, inna dhalike min azmi al-umur, se këto punë ju takojnë burrave njerëzit mëdhej, atyre që janë të vetëdijshëm. Mos mendo që detyrë atyre me këshillu është e gjithë puna. Jo, është detyrë njerëzit meqëm. Këto janë kritere që i arrin njerëz të edishëm shoqërisë, por që e duhet një motiv i mbrëmshëm që quhet namaz. Pastaj deklarimi publikisht se nuk kemi me të keqen dhe jemi pro të mirës, pavarësisht e keqja sa është e madhe, dhe na porosit që të bëjmë durim, sepse me u ballavaçu me një botë ignorante, nëse s'kemi durim dështojmë. Nëse s'kemi qëndrueshmëri dështojmë. Por na duhet me pas durim, guzim. Dhe me duru në procese, sepse këto janë punë të mëdha që i zgjedh Zoti i Madhërisht njerëzit me marrë përsipër fatin e shoqërive. Dhe një hadith të ndershëm po e përcjellet e kjo pe pejgamberit, i cili kemi thënë shkurtimisht vëllezër, me analizu hadithet e pejgamberit, sa të shkojnë në etapa. Nga njerë krijohet përshtypja se pejgamberi është ul dikun, edhe po e sheh shoqërinë. Që ka përshkru para 1400 vite. Çuditësh. Krijohet përshtypja se është gjallë mesin tonë, po i shef këtë trendin bashkëkohor, po i shef gjanat e kështu me radhë. Dhe pse i ka përshkruar kaq bukur? Sepse është dëshmi që i dërguari i Allahut. Ai s'flet pe mendjes, por i flet me inspirim, me wahy. E wahy është ai i cili ka me përcjell dijen e njerëzimit deri në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sa mos ta zgjati shumë. Thot pejgamberi alayhis salam, kur ti shifni një 4 çështje në shoqëri, thot shtrëngonu fort. Fort shtrëngonu sepse
ka mundësi të dekapituloni bashkë me shoqërinë. E para ka thonë, kur ti shifni pasunik të egoist, që dëshirojnë me pasurinë e tyre me vendos kriteret e dijes, thot keni kujdes se këtu ka një telashe të madhe. Kur shifni se njerëz mendojnë se vetëm pasuria zgjidh problem, dhe vetëm pasuria i hap porët e jetës, thot kjo është rrezik i madh. Pse? Sepse ato dojnë me kriju kritere që e fundosin të vërtetën. Dhe keni pa në mesin tonë, një shembull shumë thjesht, 4-5 vetë me kanë dhe njëni me kanë pasunik, e njëni në mesin e tyre i dishëm, cili fol më shumë? Pasunik. Pse? Se po e përjetojmë një shoqëri. Edhe çka thot ai? Që thot unë mendoj. Edhe ngon çka mendon ky, asnjë kriter të dijes nuk e ka. Por Allah i dashur, Allah i të ka zgjedhë, të ka neru me pasuri, po s'do të thotë që të ka bën lider shoqërisë. Të ka neru, riski është në dorë të Allahut, të ka zgjedhë, më ta dhon, merre, falendero Zotin. Po s'mund krijon rregull aty, sepse rregulli krijon dija. Po kur ta shihni një pasunik që do me vendos për fatin e njerëzve, tash po i quajnë të oligark. Të terme sociologjike, treja, sociopolitike. Oligark po vendosin. Të terme kanon na dihet para 1400 vjetë, se çka mund me bë këto njerëz. Thë kur ta shihni se këta dojnë me marr frejnë të dunjas, dorë këtu rrezik i madh. O shumë rrezik i madh. E dyta, ka thënë kur ti shehni njerëzit egoist, ekstravagant, që dëshirojnë me kriju ligje të shoqërisë, thot këtu veç është afru funi. Qysh ekstravagant, pas një kriter moral. Njëri që se ka asnjë kriter moral, del para televizorit, e thot unë mendoj se do të me bën filan ligje se kjo duhet shoqërisë. Në realitet se ka asnjë element të njerëzillakut. Dhe ai don me imponu karakterin e vet, thot me hawa në ajër, me imponu shoqërisë. Thot kjo është rrezik i madh. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, edhe kur ta shihni një shoqëri e cila, njerëz në shoqëri, të cilët e japin përparësi elementeve të dunjas, sikurse me qenë fundi i njeriut kjo, thot kujdes, sepse ata dojnë me përshkru këtë dunja shumë shkurt. Rrugën e gjatë dojnë me shkurtu shpejt. E rruga jetës më e gjatë se sa mendimi njerëzve dhe ato që jepin pas e botin. Rruga gjatë është jetës është më e gjatë se sa ata që dojnë me shkurtu me gjana të cilat nuk i takojnë njeriut. Dhe në fund thot Rasulullah, thot kur ta shihni që ignorantët flasin në emër të dijes, njehja minutat prapa se shoqëria. Kur ta shihni se për akademi të shkencat do të me fol ignoranti që sa shkuar se ditë shkollë, kjo shoqëri do të më tut. Kur ta shihni se për gjana shumë të mëdha flasin njerëz të padijshëm, mos ka garancion kjo shoqëri. Dhe do të bëjmë me sam alejke bi nafsik. E tash të këshire vetën ku jeti. A je në krahun e të mirës, apo je në krahun e të keqës. Dhe sot po e përjetojmë të dashur vëllezër, në nivel bote po flasmi, edhe te na këto kritere të mbrapshta që ne ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 1400 vite para se me ardhja, sepse ai ka fol me vahi, me inspirim, e Zoti madhërisht më dëshmitarit kaluar si tashmë dhe i tardhmës, edhe nëse mes tyre ka miliarda vjet dallim, por Allahu s'vlen koha. Ai di gjitha, por këtë arsye i ka paralajmëruar se çka ndodh. Dhe ne po jetojmë vëllezër këtë kohë që na duhet si besimtar me pyet veten ku e kemi vënë këtë mes. Puna më e lehtë që mund na me bën vëllezër është me drejtu gishtin ka shoshnia, ka njerëz që më thonë u prishën këta. Kjo është punë e lehtë. Por është mirë edhe është parimore me drejtu gishtin ka vetja dhe mi bë pyetje vetet, na ku e kemi vënë këtë shoqëri? Cili është roli yt? Cila është e mira që pres shoqëria për teje? Çka llogarit shoqëria në ty dhe në mua? Çka i kontribuon shoqërisë na sot? Nëse ka kaq keq kjo situatë. Çish ka ardhur?
Vallë, a jemi edhe ne fajtor për këtë çështje? A kemi kontribu për të keqen? Po, për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhis salam, do vjen koha dhe njerëzit kanë me bë gjesht ka njerëz. Kanë me thonë u prish njerëzimi. Wa huwa halikuhum, do të ka harru se ky është ai i cili i ka kontribuar të keqës. Ky do me përashtu vetëm prej fajit. A në realitet të gjithë jemi fajtor. Nëse ndodh një e keqe këtu në xhami, kush është fajtor vëlla? Ne të xhamisë. Të gjithë bën njëtin faj. Nëse ndodh një e keqe në shkollë, kush bën përgjegjësi? Komplet. Nëse institucione ndodhin këqija, kush bën përgjegjësi? Komplet shoqëria. Pra ne jemi fajtor vëllezër. O rini e dashur, prind të nderuar. Ka ardhur koha me dhëz alarmin e fundit në si shoqëri. Edhe me fillu pe pragit shtëpisë. Si transmetohet në histori, ka qenë njëri prej liderëve shumë i mëshëm, Abdul Malik bin Marwani. Edhe ka qenë halife shumë i mëshëm. Edhe ka ardhur njëri ka dashur të bëjë antar i kabinetit qeveritar, nëse mund të më thonë. Edhe ky po shumë i mëshëm. Mirë, po edhe ai që ka ardhur i mëshëm. Edhe Abdul Malik bin Marwani e teston. I thot o filan, thot po e zam që u kallë një zjarë dhe ti e kanë me një shtëpi afër. Thot çysh e shkim zjarmin? Ka janis? Ky thot janisi pe kombet mia. Se ti s'murën me këtë zjarë me shkim atje zjarmi ndi mbrapa. Thot janisi pe kombet mia. Edhe Abdul Malik e kupton se kjo është i mëshëm. Dhe i thot Abdul Malik o filan, na udhëj zjarmin shoshni. Apo do me qitë ujë me shkrim, apo do me qitë drungu dhe me ka me shumë. Apo do na me shu këtë keqe, apo do na me rritë, veç ku ta rritë me i dhe pak, mas përstojnë asë njënë për të pesaj. Nëse hala i rritë me të qia të këtë shoqëri, mas këna me ka rahat familje, mas këna me gëzu këtë pasuri, as këtë kapital. Dhe tash qysh me shu këtë keqe, keqen do të me fillu prej familjes. Prej venit ku jetojmë ne, prej shtëpive tona, në lagje, në shkollë dhe pastaj më gjatë. Por ndryshe, hap mas hapi që ka thonë njëri pipit poetve, thot kur e keqja nuk zbret me shumicë. Aja zbret si kurse shiu pika pika, pastaj bëhet lumë dhe vërshon dhe merë qytete. Kështu për hapët e keqja. Aja zvjen për njëherë. Aja vjen gradualisht si pikat e shiut, por dikur bëhet pegi lumë i madhë, që merë gjithë shka me veti. Vëllezër të ndershëm, për shkak kohës për përfundoj këtu, me vazhdu me lejnë Allah të zëvëgjem gjumana arshme, walhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha.